Fillimisht, çështja e monitorimit që kemi bërë si organizatë dhe si koalicion është në bazë dhe në aty në kërkesave dhe thirrjeve që ne kemi pas përkundrejt Këshillit Prokurorial që tashmë 4 vite. Po më besoj që jetësimi i reformës që ka ndodhur në Këshillin Prokurorial në janar të vitit 2026 ka qenë pra momentumi i duhur për me jap fund këtij diskutimi dhe kësaj pritje shumë të gjatë pa krye prokuror të shtetit, që gjithsesi që ka dëmtuar shumë qoftë edhe punën brenda sistemit prokurorial, duke qenë që 4 vite kemi qenë ushtrues e tyre, po mbi të gjitha edhe besimin e qytetarëve, me qenë se po flasim edhe për ato se si perceptohet kjo në publik, edhe sa të pavarur kemi institucionet e drejtësisë, qoftë ato gjyqësore apo prokurorial. Ajo që është shumë e rëndësishme, po flas për monitorimin e procesit, domethënë tërësi, është shumë e rëndësishme që fillimisht këta kandidatë të cilët kanë qenë në të pestit kanë kaluar fazën e parë të intervistimit, po paraprakisht, me qenë se nuk kemi qenë vetëm në kohën kur janë intervistuar këta kandidatë, kemi qenë në proces prej fillimit si monitorues, edhe nuk pa dash me hyrë në diskrecionin e anëtarëve të Këshillit Prokurorial, të cilët ata kanë votuar për kandidatët. Është shumë e rëndësishme që kjo pozitë që është kyçe brenda sistemit prokurorial, pra ta kalon atë fazën e parë të vlerësimit të integritetit edhe përpas aftësive menaxheriale që sigurisht janë jashtëzakonisht të rëndësishme për një pozitë të tillë, duke qenë që pozita e kryeprokurorit të shtetit po ka një pjesën e menaxhimit të sistemit prokurorial ka kryefjalë. Andaj dhe çështja e integritetit sigurisht që është ka një rëndësi jashtëzakonisht të madhe në këtë proces. E duke ditë që gjithë ta kandidatë kanë kalu fazën ku prej komisionit, po edhe prej neve si monitorues e kemi vlerësu si një trajtim qoftë edhe të barabartë të procesin tërësi, po edhe në njëjtën kohë ka qenë një proces transparent, duke qenë që kemi qenë aty prej fillimit. Është shumë e rëndësishme që qoftë përgjegjësia e kryeprokurorit të shtetit apo edhe Këshillit Prokurorial si institucioni më i lartë brenda sistemit, është pra që edhe ta garantoj që kemi përpas proceseve që duhet të jemi jashtëzakonisht transparent. Është e rëndësishme që edhe hapësira dhe kandidatët të cilët shkojnë deri në proces të intervistimit të kalojnë pra filtrat e integritetit. Po në njëjtën kohë, me qenë se ka ndodhur ky plotësim ndryshimi i rregulloreve brenda KPK-s, ku kemi qenë edhe aty pjesëmarrës, është e rëndësishme që kemi të bëjë me masa disiplinore, pra integriteti edhe gjithë puna, domethënë brenda këtij dimensioni, matet tek masa disiplinore brenda sistemit. Pra po flasim për masa disiplinore të cilat mirën ndaj këtyre kandidatëve, nëse ata kanë pasur, domethënë nuk po flasim për ankesa nëse janë hudur nga Këshilli, po flasim për masa disiplinore nëse ka pasur ndonjë prej kandidatëve një të tillë. Edhe sigurisht që në këtë rast rregulloria parashet që kandidati i cili ka masë disiplinore, pra nuk e kalon pjesën e dytë. Andaj dhe besoj që sigurisht integriteti është pjesa kyçe ku matet pra kjo pozitë të shtetit, kjo pozitë brenda sistemit prokurorial, institucionit të prokurorit të shtetit, edhe sigurisht që këto diskutimet të cilat bëhen në opinionin publik mbi integritetin edhe mbi lidhjet që zakonisht bëhen mes pozitës kryeprokurorit të shtetit edhe politikës ose partive në pushtet, janë gjithmonë të përsërituna dhe shihet edhe sigurisht që krijojnë një mëdyshje tek publiku edhe tek qytetarët. Po nëse flasim për procesin në tërësi, me qenë se, siç thash, kemi qenë prej fillimit, edhe pa dashur të jemi në më thellë në atë që kanë bërë vlerësimin brenda Këshillit Prokurorial të Kosovës. Vlerësimi si proces në tërësi, si monitorues ka qenë që ashtu siç e tha edhe zoti Bugasku, domethënë i barabartë mes kandidatëve. Ajo është pika themelore me të cilën është vuni standardi mirë prej Këshillit Prokurorial, duke pas parasysh dhe ato që e kemi diskutuar edhe më herët prej konkursit të kaluar. Faleminderit shumë, zoti Shala, një diçka që meriton sqarim është kjo që po e ngris prej fillimit nga diskutimi me zotin Krasniqi dhe gjithë ju, është çështja e presidentes dhe gjithë procesin po e vlerësoni ju si shoqëri civile që ju si organizata shoqëri civile, sepse ju të gjithë janë duke u pajtuar edhe me vlerësimin e juaj, që ka pasur mbarvajtje të mirë dhe janë respektuar kriteret e përcaktuara ligjore. Por ato që po mbesin të pasqaruara si duhet në publik janë edhe këto që u ngritën. Koha e ngritjes së këtij konkursi dhe
në fund formalizimi i dekretimit me një shpejtësi shumë të madhe. Pra, në të kaluamën, e kujtoj zotin Lumezi ka prit më shumë se një vjet për mu dekretu se o kon problem, se diqysh kryeprokurori i shtetit për mu dekretu meriton një proces me integritet, por edhe vlerësim normal nga ana e zyres së presidentes. Në këtë rast e patëm një shpejtësi dhe po që se do të ndodhte kjo nga një president tjetër, nuk do të ishte ndoshta shumë problem, po ndodhi me një shpejtësi të madhe nga një ushtruese detyrës që sot është në zyrën e presidentit, që në kohën kur ka qenë ministër e drejtësisë e ka denoncuar publikisht zotin Gashi, duke e etiketuar në një farë forme si një prokuror që i shkon zyre, interesohet për raste e vetë politikën, se çka me bëhe, çka me marrum. Këtë rast është rasti i zotit Lavdim Krasniqi, për cilin ka pasur një akt akuzë të ngritur. Çka ka ndodhur edhe çka ishte dashur me ndodh, edhe këshilla ka mujt me bëu diçka tjetër në mënyrë që më siguru që nuk po kalon ndonjë kandidat që ndoshta është dashur mos me kalu filtrin. Tash, u përmend edhe më herët, çështja e kërkesës për me pos një kryeprokuror të ri të shtetit nuk është e saktshme. Është do të thotë që të paktën është kërkesë intenzive që nga momenti kur ish presidenti ka kthy procesin në pikën 0 dhe vazhdimisht kemi kërkuar që të shpollet një konkurs i ri. Problematika ka qenë se ka qenë një përbërje korporatiste e kaluar, e cila nuk e ka shpollur procesin për kryeprokuror të ri të shtetit dhe që në momentin kur si Instituti i Kosovës për Drejtësi, në momentin kur është jetësuar reforma në Këshillin Prokurorial të Kosovës, por nuk po flas për momentin kur ka hyrë në fuqi projekt ligji për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për KPK-n, por kur është jetësuar në kuptim të përbërjes së numrit të anëtarëve, kemi kërkuar edhe shpolljen e konkursit për kryeprokuror të shtetit, për cilën folën edhe kolegët. Tash, se përket kohës, do të thotë definitivisht se koha është diçka, ne kemi kërkuar që të dekretohet ndoshta brenda një afati të arsyeshëm, mirë, por që kjo nuk është afat, kjo është afat për të jashtësushmërisë, do thotë definitivisht se shumë problem, do thotë për më pak se s'dje, nuk e di ka janë. Nuk e dia janë 48 orë, do thotë në total, janë më pak prej momentit kur këshilla e ka dërguar në presidencë derisa është dekretuar. Tash, në mbrojtje të presidencës, në mbrojtje të zyrës së presidentës, mund të themi se ata e kanë përcjell procesin që nga fillimi janë interesuar vazhdimisht të tjerë, dhe veç e kanë pas një analizë. Po për shkak të nga praktika e kaluar, presidenti nuk i ka thirrë të tillë. Asoj çet për me i po vlerësimet nga afër. Në të kaluarën do thotë nuk ka ndodhur kaq shpejt, nuk ka ndodhur as në rrostën e zotit Lumezi. Për këtë arsye definitivisht është e paqartë kjo shpejtësia e dekretimit, për shkak se ne nuk po flasim se ke vepruar shpejt, por po flasim a ke pas mundësi me shërtu gjithë dokumentacionin, gjithë raportet e tjerë, do thotë brenda atij afati deri në momentin kur është marrë dekretimi. Por te kjo çështja e desha me elaboru këtë çështjen e ngritjes së dyshimeve në publik, se prokurorët kanë ardhur në zyrën time, kanë diskutuar me këtë ndërlidhur, sepse në këtë rast dekretimi ka që shpejt për dikën që